prill 2026. Duke se kemi një ditë shumë të rëndësishme në lidhje me takime, lidhje me bisedimet sidomos kanë një ndikim shumë të madh në lidhje me biseda, lidhje me takime, lidhje me ekonominë dhe jo vetëm. Ajo çka do duket dhe mundësitë që jepen në fushën e karrierës ka diçka shumë të madhe, sepse duke pasur parasysh edhe komunikimin ose bisedimet që lidhen në fushën e biznesit, ka një ndikim shumë të mirë kjo ditë, dhe dita më e mirë e mundshme që ka të bëjnë, sepse kemi të bëjmë me ndikimin e hënës së plot dhe hëna e plot në aksin dash peshore, pra në shenjën e peshores, pra, po me se jemi në radhën e shenjave, e them dash peshore, po është peshore, në shenjën e peshores ndodh fenomeni dhe ka përballë shenjën e dashit. Ajo që ka do duke dhe ndikimi që ka të bëjnë në lidhje me pikërisht në këtë ditë, sjell më shumë ndikime pozitive në rastin konkret në lidhje me takime dhe jo vetëm, sepse hëna e plot e muajit të prill formohet në këtë kënd që jep mundësi ekonomisë, stabilizimit, ndryshimit dhe marrjes së vendimeve të rëndësishme. Gjithashtu hëna e plot ka të bëjnë shumë lidhje me ndikime të mëdha që përfitojnë shumë të shenjës së dashit, gaforet, peshoret dhe britsjapët të lindurit të 10 diqit parë ose të 10 diqit të tretë që kanë ndikime në këtë aspekt. Por para se të fillojmë bashkimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të shikues të nderuar, ku do ndodhen në Shqipëri me diasporë dhe në kërkim të bashkimit të detajuar, atë kemi pikërisht të faqen këtu. Astrologu.al. Siç shikoni, aty duke klikuar dhe duke zgjedhur një nga paketat që juve ju intereson, juve që doni që të dini më tepër mbi parashkimin tuaj personal individual, dhe më pas shkoni tek sekretaria, aty pra ja të shikoni, aty ndodh sekretaria dhe atje mund të dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni të dërgoni një mesazh, është pikërisht ky butoni këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Dhe më pas, nëse doni për më tepër, kemi pikërisht atë butonin që shikoni atje dhe duke e klikuar dhe duke kaluar në privat për të folur më tepër mbi parashikimet që juve dëshironi dhe doni. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, duket se dashi e ka damenjen për ditën e sotme, që do thotë mundësi, do thotë rëndësi në lidhje me takimet, lidhje me bisedimet një pasnjëshme që ata kanë, sepse në një ranë kanë forcën dhe identitetin e tyre mbi ndryshimet dhe takimet që ata bëjnë në anën e tyre. Por gjithashtu ka të bëjnë dhe me disa çështje shumë të rëndësishme mbi kohën e duhur dhe mundësitë që japin në anën ekonomike financiare. Kemi të bëjmë me një vendim shumë të rëndësishëm që do të keni tani tutje, sepse kjo ditë është dita shumë e mirë dhe shumë pozitive në lidhje me çështjet ekonomike financiare dhe ndryshime që do të keni. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me gafore, duke se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit? Meqense demi duket se ka gjëra pozitive, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për arsye të ekonomisë, për arsye të punës së tyre, por ka diçka. Nëse demi merr vendime të rëndësishme, ose kohën që ata kanë në dispozicion për sa përket 1000 arsyesh, 1000 arsye do thotë ekonomia, 1000 arsye do thotë vendimarrja, 1000 arsye do thotë shumë gjëra të tjera që kanë bëjnë në lidhje me këto ndikime dhe favorizime. Por gjithsesi në fushën e punës dhe të karrierës e keni mundësinë tuaj, keni mundësinë për zgjidhur problematikat e juaj, keni mundësinë për zgjidhur çështjet e pazgjidhura më përpara, dhe vjen një moment tani që do të shikoni se çfarë do të bëni në kohën e duhur, në momentin e duhur mbi anën e financave dhe të biznesit. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të 10 diqit parë apo me peshore të 10 diqit është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë binjakët. Përsa përket binjakëve, meqense binjakët duket se në këtë periudhë është periudha mjaft ndikuese dhe vërtet keni mundësinë dhe kohën e duhur mbi zgjidhjen e problematikave që ju e keni pasur më përpara,
një arsye për tjetër edhe pse keni pasur probleme të pazishme, duket se pikërisht kjo periudhë është e juaja dhe një nga momentet më të mira që ju e keni është dhe periudha mjaft ndikuese, rrezatuese në ato që juve jeni të përgatitur, nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim unë, për një mirë arsye, sepse kjo periudhë është e juaja, kjo periudhë njihet edhe si për sa i përket çështjeve të financave, të biznesit, të karrierës edhe të gjërave të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë. Por një gjë ju thot Jorgo që mos mu shqetësoni në vendime që merrni, sepse janë vendime vërtet janë vendime historike, janë vendime pozitive nga njëra anë, por në anën tjetër kanë ata kuptimin e së ardhmes, por gjithashtu është dhe kjo periudhë tani për tani që kërkon vëmendje, kërkon kujdes, nuk duhet nxitim, sepse nxitimet janë ato që ju prishin disi terezin, do të thosha unë, por me kalimin e kohës gjërat do jenë shumë herë më mirë dhe tepër pozitive tani në këtë periudhë. Duke pasur parasysh edhe periudhën që ndodhin fenomenet, por edhe gjërat që juve i keni pasur në problematik, do të thosha unë tani në këtë periudhë kur gjërat kanë qenë shumë ndryshe nga që prishin, ndryshe nga që mendonit, por janë momentet dhe koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në biznes, në karrierë dhe jo vetëm. Duke pasur parasysh gjithashtu dhe një takim të rastësishëm është mjaft i dobishëm për juve të kësaj shenjë, sepse duke pasur parasysh edhe punën, por dhe karrierën në anën tjetër, është momenti mjaft pozitiv. Në dashuri le pak për dëshiruar me ujor dhe me vigjeresh, por me vigjeresh sidomos shikojni pak disa gjëra që janë lënë pas dore. Shkojmë tek shenja e radhës, si do thot gaforja. Me gaforet unë do thosha që kjo periudhë është një periudhë që vërtet lind dëshira, momenti, periudha, takime dhe vendime që mund të merrni, por në anën tjetër edhe pse kjo periudhë është një periudhë mjaft e ndryshe nga periudhat e tjera, por vjen një moment që tani për tani e keni kohën dhe mundësinë e duhur për zgjidhur problematika të ndryshme, sepse çdo gjë shkon çdo gjë arrihet fal suksesit dhe mundësive të arta që juve keni në ekonomi. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshkët e edhishit parë, me shigjetarët e edhishit të tretë, është perfektja, edhe pse në plan të parë duket e vështirë, por është mjaft favorite në vazhdimsi dhe në kohën e duhur, që juve do të keni mundësinë të zgjidhni gjatë rrugtimit tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thot Luani. Çfarë ndodh me luanët? Pse luanët tani në këtë periudhë janë pak a shumë në dilemë për marrje vendimesh të rëndësishme, janë në dilemë për nisma të reja, por unë ju them që kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë e juaja, sepse duke lidhur me ekonominë, do thosha unë, duket se ka një ndikim shumë të mirë tani në fushën ekonomike financiare, në fushën e biznesit sidomos, lidheni shumë në këto çështje që janë mjaft të rëndësishme për punën, të rëndësishme për vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj, por gjithashtu është dhe momenti juaj për sa i përket zgjidhjes së konflikteve dhe problematikave në fushën e biznesit. Virgjëreshat gjithmonë ndikohen shumë në ekonomi, por jo se kanë pasur probleme ose gjëra që të pazishme, por në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të edhishit parë dhe shigjetarët e edhishit të tretë, pregatituni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e radhës, që do thot peshorja. Meqense peshorët, nëse marrin të mirëqenë se çfarë ka ndodhur më përpara ose doni që të zgjidhni një problem shumë të madh që keni pasur para disa kohëve, por unë do thosha sepse tani ka ardhur koha dhe momenti në lidhje me këtë zgjidhje konfliktuale që mund keni pasur ose disa gjëra tjera që vërtet zgjidhen, vërtet arrihet fal suksesit, fal garancisë, fal mundësisë që juve ju jepet tani tutje dhe jeni diçka, jeni në përgatitje për gjëra të mëdha që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e karrierës suaj dhe është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet ndodh, vërtet arrihet me suksesin dhe garancinë tuaj ekonomike financiare, një diçka shumë pozitive në lidhje me ekonominë, lidhje me biznesin dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të edhishit parë, me ujor të edhishit të tretë, pregatituni. Gjithashtu, dita e sotme matet shumë me ata çka do ndodhi nesër. Jo sot mazite njëherë nuk e diskutojnë sepse mbas orës 1
Do shikoni sepse kjo hënë e plot që ndodh në shenjën tuaj, konkretisht është dhe dita juaj është ajo çka ju e mendoni, gjykoni dhe rregulloni ose përfitoni nga një çështje madhore ligjore biznesit, nëse do ta thoshim kështu, e keni mundësinë për të zgjidhur këto gjëra. Kurse në çështjet e tjera, edhe pse një nga mundësitë ose momentet më të arta që mund të keni, ose gjëra që mund të jenë më pozitive ose më ndikuese në një farë mënyre, është kjo koha juaj, është ky moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet është ndikimi dhe favorizimi më i madh dhe më i miri i mundshëm, por njëkohësisht edhe koha tregon që ju jeni me fat këtë aspekt dhe keni gjitha mundësitë për të zgjidhur çështje problematike, për të zgjidhur gjëra që ju keni në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrebëve. Akretë dashur, nëse do flasim për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit, për sa i përket vendimit të rëndësishëm më të merrni, janë disa vendime, edhe pse juve jeni në dilemë për sa i përket punës suaj, për sa i përket disa takimeve që mund të bëni, por unë do thosha që vërtet tani është koha juaj, ose një periudhë mjaft ndikuese, një periudhë që vërtet e keni mundësinë, ose disa gjëra të tjera që mund të ndikojnë, do ta shikoni edhe vetë, nuk e diskutoj për arsye të punës suaj, për arsye të suksesit, të garancisë, të mundësive që merren në anën tuaj. Megjithatë, mirë është që këtë periudhë mundoni që nëse keni mundësinë e korrektësisë suaj, se ju jeni korrekt nga vetë struktura, të tretët mund të flasin, le të flasin çfarë të duan, por mos i vini veshin, sepse kjo ju prish pak ekuilibrin tuaj, ju prish atë çka ju e prisni, ose gjëra që ndikojnë, por megjithatë është një moment mjaft i mirë, mjaft pozitiv në lidhje me takime pune, në lidhje me disa vendime të rëndësishme që mund të merrni, disa çështje shumë të rëndësishme financiare dhe disa gjëra të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e biznesit tuaj. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë të diçit parë dhe me luantë dhe diçit të tretë, është koha dhe momenti më perfekt i qenë ndonjëherë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, meqenëse shigjetarët duket se këtë periudhë kanë detyren për një mijë arsye që lidhet me anën ekonomike financiare, lidhet me ndryshimin e një pasojshëm të marrë vendimeve të rëndësishme në kohën e dur, është një nga mundësitë më të arta që lidhet ekonomikisht, lidhet me ndryshimet që do të bëjnë tani tutje, sepse kjo hënë plot lidhe të ardhmen të të tashmen dhe të jep mundësinë të djeshmen, ta korrijoni që mos ta bëni sot në jemi në të tashmen dhe kur mos e nisim të ardhmen me probleme. Ka diçka shumë mirë dhe diçka shumë pozitive dhe jo vetëm. Një nga ndikimet më të mëdha që kanë bënë dhe qëndrimi dhe ndryshimi më i madh që mund të keni në fushën tuaj në lidhje me disa çështje që lidhen me karrierën, lidhen me vendime që mund të merren, lidhje me një takim që mund të keni, një takim shumë të rëndësishëm. Këto janë takime, mund të quhen takime rutinë, në fakt, jo se ka diçka që nuk shkon, ose jo se ka diçka problematike, por tani për tani është momenti dhe periudha më e mirë e mundshme dhe tepër pozitive mbi zhvillime dhe ndryshime të mëdha që do të keni tani e tutje për sa i përket punës suaj, për sa i përket karrierës suaj dhe jo vetëm, sepse është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo periudhë, është periudha mjaft ndikuese, vezulluese në gjërat e juaja dhe problematika që keni pasur do t'i zgjidhni pikërisht tani. Një çështje ligjore e keni të mbyllur, një çështje ekonomike financiare në lidhje me tatimet, në lidhje me shtetin, sa flasim kështu, janë të mbyllura sepse të kopsitura për sa i përket të drejtës suaj, sepse drejtësia nuk ka lumaj që ka juve keni, dhe kjo bën që juve t'jeni shumë korrekt me të tretët. Dashuria, në lidhje me dashurinë duket se me dëm dhe luan është perfektja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e bricavëve.
Përsa të dashur, nëse juve jeni në dilemë, nëse do të merrni një punë si për marrës, do ta thosha unë, është një moment mjaft i mirë, një moment që vërtet juve keni mundësinë tuaj, keni momentin dhe periudhën kur ndodhin fenomenet dhe jo vetëm sepse është një periudhë mjaft e mirë stabilizuese, konkretizuese lidhje me ekonominë, lidhje me stabilizimin tuaj financiar, po, me financat, që do të thotë kuptim, do të thotë jetë, do të thotë vazhdimsi, do të thotë korrektësi për anën tuaj dhe kjo bën që juve tani atutje të keni mundësit për të zgjidhur çështjet e pazgjidhshme dhe kjo është një nga momentet dhe mundësitë më të arta që do të keni tani atutje dhe kjo bën që një nga periudhat më të mira të mundshme të ekonomisë dhe keni shumë gjëra që do të ndikojnë, do të diktojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj dhe është një mundësi shumë e artë për vazhdimsi. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me disa vendime të rëndësishme që do të merrni, do thotë me binjak të 10 diçit parë dhe me ujor të 10 diçit të tretë, është koha dhe momenti i duhur mbi zgjidhje të problematikave. Gjithashtu, nëse kemi bashkim familjar ose jeni në pritje të një ndikimi shumë të madh që mund të keni tani tutje, është momenti mjaft i mirë dhe shumë pozitiv mbi gjëra që do të ndikoni në lidhje me çështjet madhore që do të keni, sepse kjo periudhë është një periudhë mjaft pozitive dhe shumë e sigur për të ardhmen tuaj, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në lidhje me ndykimet e juaja, por lidhjet afatgjat që kanë bënë me dashurinë duket se është me peshore dhe me dash të 10 diçit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se tani në këtë periudhë janë në dilemë për një udhëtim që duhet ta bëjnë se s'bën gjënën për arsye të punës së tyre, por ka diçka shumë të madhe, ka diçka shumë pozitive dhe shumë reale në atë që ata kërkojnë dhe dëshirojnë, është mundësia juaj, është koha juaj për të parë se çfarë do të bëni në anën tuaj. Por gjithsesi janë të zgjidhshme sepse pikërisht e ndikimi më i madh që ka të bëjnë për sa përket kësaj hënë të plot u jep mundësinë për të zgjidhur çështje problematike në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me akrep dhe me dem duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë peshqit. Për sa përket peshqeve, meqenëse peshqit kanë disa mundësi, por ajo që është më kryesorja, unë mund të them që është ekonomia, mund të them që është vazhdimësia e punës suaj dhe e gjërave të mëdha që do të keni tani tutje, do ta shikoni edhe vetë sepse ka një gjë shumë të madhe dhe një çështje shumë lidhje me biznesin kur juve i keni të gjitha mundësitë dhe është periudha, është momenti, është koha juaj për sa i përket zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që do të keni tani e tutje. Në lidhje me një dashuri të munguar, ta them këtë sepse e them për mënyrën dhe mundësinë që keni pasur, sepse keni pasur shumë probleme, shumë gjëra të pazgjidhshme, por vjen një moment tani që gjërat rregullohen, gjërat stabilizohen, është momenti juaj, sidomos me akrep dhe me binjak të diçit të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, ka kjo ditë që është dita e hënës së plot në aksin peshore dash apo dash peshore, nëse të marrim nga radha e shenjave. Ka një ndikim shumë madh, prandaj bëni kujdes, mos mund nxitoni. Në çështjet që lidhen, doni të bëni një parashikim të detajuar, astrologo.al, faqja e rrogës shkon atje dhe aty mund të keni gjithçka që ju dëshironi dhe doni, duke klikuar, duke bler paketën, pastaj flasim bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype tek emaili që dërgoni tek sekretaria. Për ju që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni mesazh, çdo të mërkur në orën 20:00 live me juve, për juve në mesazhe. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejti përgjigjen. Më njëherë pulla.